Kemi mbritur në studio dashumiq në këndin tonë të telefonatave, bëhemi gati kështu për të mikpritur të gjithë ata të cilët të duan të luajnë, tashmë janë bërë miq të kësaj shtëpie, por edhe ata të rinj të cilët po mundën ta kapin linjën, mirë do ishte gjithë flisnin, po nuk të lënë radhë. Po kur edhe kush nuk i lë radhë? Sulemani i Madhërishëm, nuk di se si do ta zgjidhim, por shqyr kur mbarojmë emisionin, kamuflohemi, vëm kapuçe, syze në kokë që mos na njohin. E more vesh çka ka ndodhur? Jo. Spaku ka filluar hetimet në Çorovod. Për njërin, për njërin që kap linjën. Ta trembim pak. Dhe thonë, si ka mundësi ti zotrit kapësh linjën, qo që ke bërë telefonit, e tjera me radhë, dhe janë tani në hetime sipër për të arrestuar njërin shumë të famshëm atje në Çorovod. Po. Thonë që e ka titullin i tmerrshëm i Madhërishmi, po nuk e dim se për kë e ka. Të lutem mos më bëj merak se që në pikë të mëngjesit sikur nuk i përballoj dot unë këto lloj lajmesh. Floris se futen te lajmet e kronikës së zezë. Dje dëgjova këtë. Dje dëgjova. Uroj që mos ketë qenë vërtet, uroj të ketë qenë një prilli dje për këto lloj lajmesh. Gjithsesi kemi telefonuar. Shojmë kush mund të jetë. Mirëmëngjes o miqtë e mi, mirëmëngjes. Qa thua, mo Flori ti, pse na dekonspiron, pse vëhet kështu tymnaja kot më kot? Mirëmëngjes o Suleman, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po nga po telefonon? Shqyr që u shumë mirë. Por jo, faleminderit, edhe ne jemi shumë të lumtur që je mirë, po nga po telefonon? Menduam që ti... Po hetojmë? Po hetojmë? Po hetohesh për linjën, që izë linjën. Si ka mundësi, duhet kesh shkarkuar ndonjë aplikacion, ndonjë gjë, ndonjë metodë ti që duhet kapësh vetëm ti linjën i parë dhe askush tjetër. Nuk e di Matilda. Nuk tregoj, a? Nuk e di pse e ka, nuk e di. Ta shfrytëzojmë Suleiman. Dëshira e madhe që do të flas me juve ndaj. Ta shfrytëzojmë Suleiman këtë moment sublim për të komunikuar, se ndoshta mund të jetë i fundit i joni që telefonojmë, se ndoshta nesër nuk i dihet ç'ndodh, priten... Unë kam besim tek Sulemani që asgjë nuk i ndodh, sepse ai është i pastër. A thua? A thua ti ka që pasur? Asgjë s'ka të ndodhur, asnjë. Nuk e frikë domethënë, burgu për burrat. O Suleiman, jemi në një moment decisiv tani të emisionit tonë. Ka ardhur momenti që ti me gojën tënde të urosh konkurentin tënd direkt. Sot. Çka ka ndodhur? Është ditë e veçantë. Pse? Fredi nga Kuçova ka ditëlindje. Uroj Fredit edhe 100 tjera. Fredi edhe 100. I lëm anash ato mërit me njëri tjetrin që keni, luftën e madhe që keni në distancë për të kapur linjë. Uroj. Edhe 100 Fredi, vetëm të mira, të përshëndesim nëse nuk arrin ta kapësh linjën, ë? Po përshëndes edhe kaloj një jetë të mirë edhe ai. Të ketë një. Edhe të gjej sa më shumë pyetje të sakta. Përgjigje. Pyetje të sakta edhe thot që është xheloz. Edhe mos e po, më pëlqeu urimi yt, mos Bravo Suleiman. Xheloz për linjën, se ka edhe gjërat e tjera të bukura. Tani, me që kemi kuptuar, ne ke filluar të bësh i rrezikshëm, po na i dje këto pyetje sa herë merr në telefon. Kjo do të thotë që ke filluar të lexosh, studiosh, ulesh pas diteve, googlon, Po. E kemi kuptuar ka gjë. Si ka rrjetin e atyre kompjuterave, ja kështu me ekrane, edhe është kështu. Si zyra i shokut tim. Si hacker. Tani Suleiman, kujdes se kemi një pyetje për sot. Nuk e dim sa e njeh Tiranën si qytet, sa ja njeh historinë, sa i njeh godinat, e tjera detaje si këto, por pyetja ka të bëj rreth kësaj teme. Je gati ta dëgjosh? Po, një. Cila prej ndërtesave të kryeqytetit ka më shumë histori brenda? Histori brenda? Ka brenda. Po, atje janë shumë ndërtesa, Flori, po. Po kush, cila prej tyre ka më shumë histori brenda? Mos na e di gjithë. Pallaci i Kulturës. Bravo, Suleiman. Ja ke futur kot. Jo, nuk është ajo. U përpoq Matilda të ndihmonte, po ja, është digitalizuar situata tani lëri këtë. Jo.
ajo më ka tërhequr shumë ai Pallati Kulturës, daj. Po ku është? Pallati Cilën Kulturës. Pallat Kulture ka Sulejmani? Po, për Mos e kë? ke për të kongreseve, Sulejman. Për kë lloj Më ka tërhequr shumë, jo kongresi, jo, Pallati Kulturës. Që ekziston edhe sot. Po, dhe çfarë ka tjetër aty? Aty e bën aktivitete, brenda Po. pallat. Po, tjetër, çka ka ngjitur? A ngjitur është 15 kaçi. Ja, na çoj në hotel ky, po jo mos përmend kështu. Ngjitur është xhamia. Jo. Po të ke njëjta godin, domethënë Nga mbrapa, janë nga 9 mbrapa. kaçet. 9 kaçet. Jo në perspektivë, po brenda godinës. Skënderbeu. Brenda. Skënderbeu, busi Skënderbeu. Po ja, këto janë Matilda tani, nuk e gjendur Sulejmani. Okej, nuk e gjete, mirupafshim. Të ndihmova, nuk 4 sot, ulu 4. Sulejman. Se gjete. O, Flori, të regoj një gjë tjetër. Shiko, ke filluar ti mbledhesh E po, shpejt që mos na mërziten edhe telefonuesit e tjerë, se zjasim shumë bashko, Sulejman. Nuk e zgjatim shumë, pa e do i bje shkurt. Në një lëndinë ullos një dele një dhij. Kush e një barë një pare? Edhe dele u hop nga muri. Delja u hodh nga muri. U hop nga muri, dele ju ngrit pishti për pjetë. Ore, Sulejman, mos prish fjallorin këtu, kujdes me fjallorin. Dhija i tha, ta pati tha. Mirë po delja ju përgjith. Ku ma pe? Unë ta shoh gjithmoni sa ti njerë ma pe. Qa është kjo që po të regon Sulejmani? Aha, ku është pyetja këtu? Kjo është vetëm për qeshur, asë për njëtë. Okej. E bukur e Sulejman, po të kishe shkuar rjetë shumë. Si i them me këshu, me E the me topa të rokëzuar, them ku do të dalësh, çfarë duhet të gjenim këtu, çfarë i pa, jo ati ose ai e saj. Me gjitha të falim. I pasit e bukur, more Flori. Gjithmoni tha se ti e mban për jashta. Okej, Sulejman, mirupafshim. Mirupafshim. Aha, tashmë e vulose që do të presim linjën, me këtë të fundit. E mbylla, unë e mbylla. Mbyllë, Sulejman, mbyllë. Ua, e shikon? Të thash që nuk është mirë këto ditë? Duhet bëjmë një zgjidhje për Sulejman. Presi vredin. Nuk e di se që është zgjidhje, po... Ja, po nuk mund shkoj kështu kjo, po. Kishte në një gjëtë madhe, se bërse le të regoj, du më thënë... Po më, kemi të reguar shpesh në këtë, ku ma pe më e uruar, unë e kisha të mbuluar. Dhe më thënë, është një gjë që qarkullon prej vitesh në Shqipëri, nuk është gjë. Po, alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, yje. O, Ergjëndi, mirë se erdhe. Mirë mëgjes, mirë se gjeta, Matilda dhe Flori. Mirë mëgjes, mirë se erdhe, Ergjënd. Mirë se gjeta, kënajsi. Gjithashtu, mirë ke qënë? Mirë, e përgjithshmja mirë. Nga bëhet qefi. Të shoqërinë tuaj si mos jesh mirë. Të shohim pak të mërzitur, e ndjejmë pak kështu në distancë, mund të ketë diçka që nuk shkon, apo jo? Ja. Dhe njerë të lutem? Mos je pak i mërzitur kështu, apo jo? Ja, se besoj. Absolutisht jo. Është herët atëre, Sidomos të flasim me ne, ti ti nuk mërzitur jeshtë qelur zëri ende atëre. Mira, jo ndoshta. Se kur qojmi nga gjumi, kemi pak kështu si bas bariton. Orgjënd, po që ke bërë në një gjë interesante, në thuaj, në trego një gjë ndryshe nga thjesht mirë në përgjithësi. Nuk kemi bërë në një gjë interesante, Matilda. Thjesht rutin, punë, shtëpi, E pra punë. jeta rutin. Menduam se mos ju ndoshta bëni në një gjë më ndryshe se sa nese, dhe ne vetëm rutin jemi. Jo, rutina e përditshme. E po rutina po na shkatron, kështu që duhet të gjejmë mundësi, shtigje për të dalë jashtë rutinës dhe për të ndjerë më mirë. Pra ti iki në Po plazh ja, unë më tani. iki unë, do t'i ikësh ti në plazh. Si t'ja bëjmë kësaj çupës tonë o ti Ergjend? Ja, të shkojmë fundjavën, se si mbas parashikimeve thuhet që shkojë mirë në fundjavë. Ja, do ikësh në fundjavë. Na e prish ajo Klajdia, kur vjen ajo Klajdia, thot ka shi, e kupton ti, apo jo? Ka shi, ka sot dhe nesër. Ç'ket ke Klajdi në tate. Fundjava është me diell. Okej, mirë, faleminderit, Truna, faleminderit. Ja, e zgjidhem dhe këtë hall, tani fokusohemi tek ai Joni. Çfarë do luajmë? Çfarë do luajmë? Pyet e një çfarë do luajmë, se mbas s'do të luajmë me ty, do luajmë me mua. Ndoshta. E ka në dorë vet. Atëre le të zgjedhim muzikë. Sigurisht, sigurisht.
Pa tjetër, gati regjia një nga ato të letat fare për Ergjendin. Në një të festivalit të test. Gjatë është kjo. Po ku ka këngë të gjatë për Ergjendit? I gjetë të gjitha. Për Ergjendit, po. E të valzojmë. E të valzojmë nga Ledina Qelo. Bravo! Edhe ne valzuam me përzjedhjen tënde të lojës që zjodhe, du më thëmë. Falemderit shumë. Falemderit Flori dhe Matilda, falemderit dhe Regjis. Falemderit ty Ergjend. Dhe ju uroj emision të mbarë në vazhdim. Falemderit shumë. Kënajsi. Për qafime, Dil falemderit. nga rutina jote, mos harro, bëhe jetën diverse, me adrenalin dhe, kur ta them ty, ja them dhe vetës, e? Jo të vetja Florit jam unë. Edhe vetës. Falemderit Ergjend, falemderit Florin, në fakt. Edhe vetja jote është njësë si vetja ime, duhet ta bëjmë jetën më dinamike, të valzojmë, të marrim me sportivitet, por se si marrim, Si ka thënë ai, sklav është ai, më mirë thash, sklav është ai që bëhet, jo sklav. Lere fare me të punën e sklavërimit, por duhet të themi që ta jetojmë jetën si të ishte dita e fundit e saj. Po si e ka ajo e Kiplingut? O, tani, bën më shumë sens kjo që temë. Në gjë mua, alo, mirë mëgjes. Ju bonë. Elbasani. Ku jemi ne, o Ilir, apo ti? O Ilir, e bo mungesat në dhaja ti? Ta me që nuk kapëm nuk përshën. Po të në që është të. Po që është kjo hyrje kështu, Ilir? As bejte, as poezi, as këngë. Ju përshëndes me i poezi bejtesh. Okej. Ka të lukë për shatëve. Aha, okej. Ju përshëndes. Thjesht nga përshëndete, nuk kemi poezi. Ta sem poezi? Po presim. Po presim. Mja. E sa të marri qikletrën. Iku dimri erdi pranavera, na u mu shpylli plot me dera. Do vishim pizza me 11 maj, e do t'i thomi derit zaj. Muri më i bukur i pushatës, prilli, nga veli poja kek shamili, ligjerojnë politikanët me dhe bili, mledhin me verrodull, loj, perelili. Elektorati dyherën i kapur, liste mëllur, liste hapur. Një tjetëri pjekur, populli gjallë, ende s'kam trekur. E djasta premton Amerikën, e majta, Evropën, shqiptarët me gjishtë ngoja si herë në kumë kohë. Që nga vërmoshi zere i kekoni spoli, e po humi bufi, fiton gogoli. Europën shqiptarët nga lëkura u grisë dhe këmisha, po nuk që rama, po do jetë Berisha. Këseli shqiptarë, këseli avazin, po kur mos qani. Se arrullon ka fazin e Drishabani. Shish me votën shtrejt ke kodzoshi, se në fundë, i 11 është të mdoshi. Hani, pini mos u dhehi, se me bira rakiu një mund të shehi. Një votëm, mos se dhijri kapën i ke masa, se vogojit të fanër zimbasha. Dhe të flasë rapaj, qori, por në parlament dhe shkoj hajduti dhe hori.
Ju përshëndes miq. Që ishte kjo? Bravo, Ilir. Ora miq të vjetër që në veni të rinj gjithmonë. Bravo, Ilir, faleminderit shumë. Ishte shumë interesante poezia që ti kishe bërë. Për fatkeq ka ca të vërteta aty. Për fatkeq, po gjithsesi më pëlqeu shumë edhe interpretimi yt plot pathos. Jo pesimist, jo na pesimist ditë, por ama se u ngopëm me kësa. E di që më pëlqeu më shumë Ilir nga gjitha ato, pa diskutim që poezia ishte e mrekullueshme, interpretimi jot ishte fantastik, ajo që më pëlqeu më shumë dhe që është shumë domethënëse, ishte, nëse nuk do t'jetë Rama, do t'jetë Berisha. Domethënë i ke vënë në 2 fjalë, i ke vënë pikën. Dëvejgjlit ne nuk i bëjmë të mëlej. Mu më vjen, për shembull, unë ndjek futboll, Every vora superiore, po mos na i Tiranë. Me kë je tifoz të Iliri nga Elbasani, me Laçin? Jo, me Kuksin. Po jo, Laçi dhe Belishi e kanë prej biletët. O Ilir, ishe shumë simpatik. Na kishe munguar. Me që mamaja ime është në Korça, uroj që Tirana dhe Korça ta kalojnë. E urojmë dhe ne ta kalojnë, sa më shumë sukseset gjitha ekipeve dhe... Tani dë luajmë. Po tani të projmë, po... Edhe nëse nuk ke dëshirë të luash, nuk ka problem. Ti e plotësove misionin që për të kryer në emision. Dhe na kishe munguar, o Ilir. Ju falenderoj. Do t'ishte mirë ta kishim këtë poezinë, është shumë e bukur, ta kishim kështu si pasaportën e 11 majit, megjithatë, nëse mundesh na e dërgosh në postën tonë elektronike, do t'ishte shumë mirë. Nëse jo, s'ka problem. Jo, më vjen keq, edhe 30 sekonda. Po. Që me të vërtet Pushava ka nisë me matematikën e Lullit Basës. Si është matematika? 7-7. Me matematikën e Lullit ka nisë, sepse shiko, 11-ta, ata fillon 11 të djathët. Pse 11? Se 11 dhjetor është kërë Partia Demokratike, 11 alat ka këta, dhe 11 prill i konkurojnë 11 maj, kurse këta 12 qaqe, 12 uje. Këta harrojnë që ka qenë 12 vjetë në pushtet, edhe viti ka 12 muaj. Që më 124, 120 deputet, 124 muaj pushtet, tani të me qojnë në Europë. E morë vesh, se të beson të numerologjia. Jo, ta besosh ti profesor, se ngele një jetë të tërë duke ndejtë pa gjumë, duke bërë ato kalkulimet e tua dhe nuk del kur në këto përfundime. Si që dhe Ilir, ka shpet. Bravo Ilir, shumë. Bravo Ilir. Faleminderit shumë. Rofshi, qofshi. Të përshëndesim. Rofshi në emisionin tonë. Faleminderit. Me plot vizion. Faleminderit shumë. Tashmë që nga Ioni, jo vetëm. Ioni është, Ioni gjithve. Faleminderit, përshëndesim, përqafojmë. Dhe na kap pak më shpesh, o Ilir. Iku po. Iku. Gjithsesi e dëgjona këtë, na kap pak më shpesh, sepse na mungojnë këto betet edhe poezit e tua. E ka interesante, sidomos kur i interpreton dhe vet, i ka... Jo, sot këtë interpretim që ka bërë sot, atë patosin edhe si të ngullësh tehun e thikës mu në zemër, edhe rrotullon të pak paf. Dhe më thënë, mos të ngeli hatri fare që pse nuk je i përfshirë tek poezia e Ilirit, se zakonisht i bën me ne. I bën me ne, po jo, në fakt kishte drejtë. Unë uroj dhe shpresoj që sot në rrjetet sociale, në RTS edhe në Mirëmëngjes Shqipëri, ky momenti i poezisë. Do bëjnë namin. Po, do bëjnë namin. Duhet të dalë, duhet të zbardhim poezinë. Nëse nuk mundet Ilirit na e qojnë. Presim telefonatat e radhës, nëse do të kemi dhe një të tillë, ka shumë që mundohen të telefonet dhe të kapin linjë, shpresojmë që ta kemi një të tillë në vazhdim. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. O, shumërime për ty, shumërime për ty, shumërime për Fredi. Shumërime për ty. Edhe 173 Fredi të uroj. 173 pësështë. Edhe Sulemani të uroj. Besoj dhe gjove. Gjova, falimderit. Urime gëzuar, vetëm të mira, shëndet e jetë gjatë të kesh. Falimderit, shumë falimderit.
A po si ndihesh që vajte 73, Fredi? 73? Po jo, 73, jo. Se mos sa jeti? Po t'ishtë ashtu do ishe më regullun, lek, pension, do isha shpi. Po, nuk do dilte në punë, po. Se pra të po mundosh, që dalësh në pension, këtu ka arritur puna. Punojnë gjithë jetën robi shkret për dalë në pension, pastaj, po. 73 që është ditëlindja, jo, mosh. Nga trova, më falë. 73 është ditëlindja, okej. Bukur. Ke qef ditëlindjen, Fredi, se ka njerëz për shembull që nuk e kanë në qef të madh që i kaloi dhe një vit. Ti si ndihesh sot? Ja, unë jam një nga ato. Unë nuk e festoj vit për vit. Të Si e jetë, bën se njërën 4 vjet? Si zgjedhjes? Njërë në vit. Aha, jo vit për vit, njërë në vit, qartë. Bukur. Bëri rrezikshëm edhe Fredi, do të na kape i qëmpik mëngjesit dhe Fredi. Nga do arbohesh sot, Fredi, nga do festosh? Deri në 12 me të shtëpisë, pas 12-ës me shoqëninë. Si për dita. Të njëjtat gjëra, te puna, tek Po. e qartë. Në i qokna, drekat, shok. Hajde, aty me shokët aty në qytet, Po. bukur do ishte. Mirë, Fredi. Me çfarë do luajmë? Me çfarë do luajmë sot? Me pyetjen apo me këngën? Ja ti provojmë njërë dy, apo zgjedhëm janë, zgjedhëm tjetër. Po mos nuk Edhe gjesh asnjëherë. akullore, edhe çokoladë. Bravo, Fredi. Pra. Mos nuk gjesh asnjëherë në ditën tënde të ditëlindjes se do jetë shumë e rëndë. Po i falë. Nuk ka problem, nuk e kam problem. Mirë, hajde na thuaj se cila prej ndërtesave ka më shumë histori në kryeqytet. Në krye qytet, Po. muzeu historik, aty është shkruar historia. Ju afrua më shumë Sulemani. Ka histori, po jo aq shumë sa mund të ketë ajo godina tjetër. Më shumë ju afrua Sulemani. Po, e çuditshme, të i afroj Sulejmani më shumë se Fredi. Edhe të mesh me Fredi na zhgënjeve. Ke dhe ditëlindjen sot. Më mirë mos kisha marrë, më mirë mos... Ua, Fredi që në bërë që në Po më na thuaj një ndërtes Se ne ja bëm të tjetër. gati, do më thënë, a i e tha gjysmën e përgjigjes, ne simuluam. Aty të kuequan a i Pallatin e Kulturës, të ka njëta godin, po nga ana, nga hyrja tjetër, do më thënë. Se ka... Po e Galeria Arte dhe Figurative. S'të shkon mendja, do më thënë ti jam i bindur që kur themi ne se kush është do thosh, po. Kjo është që kam shumë histori, te muzeu historik. Unë, kur isha e vogël, Flori, nuk e dija ke shkuar në njërë ti, po kur isha në 8 vjeçare, na duaj në një kështu titull interesant, për shumë shkoj atje, dhe ka që një zoj Miss Fize dhe plotsonim ato kartelat. Nuk kam lindur në Kurçov, në qofë se... Ti ke lindur, po nuk thash ditën që ke lindur, o, Flori, thash gjatë fëmirisë. Se po më thua pra të tetën me syze. Mirë, ishte tash, ishte një teta me syze, aty e nga plotson të kartelat, po se gjë bukur, po ajo aroma e historisë brënda. Historisë aty brënda, hap ato raftet, shikon ato raftet. Po, madhështor. Zdi këtë zgjedhësh për para. Këtë zgjedh. Pastaj thua, që na ka dhe mësusja, këtë dua. Ja shkollor. Ja shkollor. E kështu ti, Fredi, nuk të ndihmojmë do të më Së shumë. sa theja zgjë, se në lodhe këto nofulla kot. Je gati të dëgjosh këngën tani? Po. Po, dakord. Jepi regjia. Letina Qere, po mos e kam gabim 2 rresh 4 regjisë. Ishte bukur s'ka faj. Letina Qere. Irma Libova, si s'për... Jo, është Aurela Gace. Mira Konçi. Bravo, Mos e kishe të pak të gjetur gjete atë. njërën. Do kishe qenë ditëlindja më e trisht që do kishe Do të kaluar. kishe zgjedhur që në fillim vetëm këngën edhe kishim kryt punë sot. Sheik Mender El Abdi. Ta maja e madhe ndonjëherë. Ta maja madhe të Lëbajgjë. Por, unë... Kapim rrallë, ta maja. Dëgjom, me qënë se je, që të mos ikësh kështu me peng të madhë që kush ishte përgjigja, unë doja djeg Florit, se besoj që ti do t'jesh edhe telefonuesi i fundit për sot. Jo, biblioteka. Biblioteka.
Aty ka më shumë histori se ke libra nga gjitha llojet. Që do jetë biblioteka, mund mos ketë shumë histori, mund ketë më tepër. Po mirë tani, pyetja kështu është triki, është me kleç. E përgjigja? Tek muzeu historik edhe. Bravo të qofë, Fredi. Mund të ishte edhe ajo, por ne kemi bibliotekën sot e kemi zgjedhur. Qa problemi ke? Si ta sqarojmë këtë muhabet tani? Të përshëndesim. Falenderit shumë, kalofsh bukur sot. Kalofsh bukur edhe gëzuar ditëlindjen.